A ka qenë ideja jote që me hynë big, me bo që deklarim për orientimin tënë seksuale dhe me qenë zoni krejt atyne, apo ka orë spontan rrugës gjatë kohës sa ke qëndru? Unë mas pari nuk jam zoni kërkojna. Po. Unë e shumë... Vesh ke ndryshu shumë qëndrime, vullnet. Ti nëse se njën vetin që si zoni dikujt, ka ndru njerës qasje ndaj... Po, unë e po thamë. Po, unë si... Se ke marrë mision? Po, nuk më me thonë që e përfatsoj një komunitet, nuk më me thonë që jam zani i dikujna. Abdën unë e kom pas me tërgu vetën. Nuk jam hy me tërgu kur gja. Seksualiteti për mu është që me 10% e qaja mëne. Dhe është shumë problematike të me u identifiku si qenje seksuale. Se ti nuk je si qenje seksuale. Kështë që për ata tek ma vonë kur ma ka rogë që kena me bëhat refimin jetësor, dhe të shme kalëzu kush je ti, ta në qëtoj e kumë thash, okej. E që duhe vendose? Po, se unë e kumë pas, unë e më konë open të shumisa njëzve që... E të njohin? Po, njohin. Kështë se kumë pas atë problem. Asë nuk e kumë pas problem që shkanë me reagu jashtë njëzvet. Jo. Po se... Diqysh, kom pas shumë kritika të ndryshme që kanë folë njëzit për mu. Edhe menoj që është okej njëzë me të... Kur ti e figur publike, kur bëni punë publike, kur puna jote varet për publikut, është pak pa lidhje ti me thonë, me zgjedhë qka dojnë me folë njëzë për ty. E qka jo, po. Po, qa këmë bëhën është që nuk i lexoj komentet, nuk me interesan se qka shkrujnë, po është mirë me folë për ty njëzët. Edhe mirë me pas ideja për ty njerëzit. Nuk mund është i kur mja, që me thonë, mja ndru menimin nëse se kanë të ti. Qa du shbanë. Gjithë dikush ka me pas i mendim pak për ty, edhe është mirë me leta ke qëtë mendim, mundet me ndryshu pak ma vonë, ka ndryshu për shënë ta shumë. Po, a me ndonë të pak të në qëndrimi se si e shë situatën, se si po zhvillohet karshiteje, që edhe njerëz tjerë e bashkëpunëtor ka ndru qëndrim me punu për mirë ose për keq me ty mas të rëfimit tëndë? Jo, se shumë i tha, unë e krejtë në punët që i kom punu, unë jam konë open edhe në punët. E kanë ditë? Po, që nuk konë ajë problem heq. Po, kam dyshu tek njerëzit. Po. Edhe rëfimi jam nëse kushtë tjetër, e ka kalëzu një histori, një sent, që në Kosovë, nëse ti e person i cili nuk e qëtë vetën si, që me thonë, si gay ose si lesbike në fillim, nuk është taj sajnë kryesor, njerëzit nuk është që e kanë shumë rëndësi. Edhe ti nëse njerëzve ju jep një karakter tjetër ose ju ndihmon, tu ka nga zëtari mirë, tu ju të regu se qka për ndodhë, njerëzit nuk është në Kosovë që shumë ju interesan qa bën ti një jetë private. Qëta e kom kuptu. Edhe kështu qëndran? Po, se është do me thënë, ama nëse ti këtë kohën dhe li folë për një diçka, shumë e vërtetës. Sa është problemi edhe tek pavësia jonë e shëshnis me folë për seksin. Tema, po. Dhe me tonë nuk mundet të pas pranim të gejave lesbikeve, nëse... Na halos flasin për... Po, nuk është stetat shumica, nuk e kanë diskutimin halau publik. Shumë e qartë. Se qka të me thonë nëse lirin për seksuale. Kështë që nuk ka liri seksuale për LGBT pa pas liri seksuale për strejta. Pa, në vërtet. Nuk ka. Edhe është shumë problematike. Në Prishtinë, kur ka qenë era funit që ke pa qiftet të uputh, qytet në shesh. S'po kam vak me dalë qytet? Nëse, kur shta e rëndësim që për mu shumë është problematike. Që se pas na... Shpreja, para 10 viteve u ka një farë ideje shumë madhe e shprejës dashnis, ke pa qiftet të jesë dorë për dorë. Ta është shumë tepër rallë fsha. Njerëz që shprejnë dashnin me njëri tjetrin. Ma shumë qojnë mesazha dashnije. Po, është interesant, po, për që ke liria që ti me shprej vetën në publik, nuk është.